Dhe të mishë të dashën, të ndëgjojmë me drejhamdën e PZK-s se çfarë thoshte për parat e fëmijëve. Të ndëgjojmë së bashku, i lutem. Që vendi mos me orë në situatë që me rritë boqin publik njët pa kontrolume, a që vendi mos me orë në situatë me pas ngarkesë të mëdhaja me taksa edhe tatime. Po e morëm shtesat e fëmijëve, çfarë kosto kanë? Zbatimi i reformës të administratës publike. 32 milion. So? 32 milion. Ja. E thoj. Jo, nga të një që një abitet. Se tash nuk po shtohë Rregull, ja di sakt. Veç zbatimi i reformës të administratës publike. Rreth 100 milion shtesë në raport me vitin 2019. Unë s'po tham që s'duhet. Po tham, a janë mundësit që vendi... Po që janë mundësit, janë konë gjithë, e janë edhe kanë me konë. Në të moment që paret nuk vjedhen, punon që duhet, mundësit janë gjithmonë. Mishë të dasha, nëse ju menoni si korone, na shkruani një koment, ju lutem. Respekt për secilin.